në ato pak deg të mendimit të Bushatit. Po shikoja nëse fut në Google dy fjalë kyçe Bushati regjimi Ramës, do më duket që është një lejtmotiv i përsëritur për shumë vitesh. Domethënë, pra Bushati ka akuzuar regjimin e Ramës për shumë vitesh. Edhe në këtë pikë, me siguri... Gjitha regjimet... Jo, po flasim, se me që Rama është për 12 vjetësh, për 12 vjetësh atëherë... 35 vjetë Bushati e ka bërë... Po flasim për regjimin e Ramës, dhe më po e përdor, po e citoj atë fjalë për fjalë. Mirë po, duke kryer këtë gjë, mund të marrësh dy medalje. Një medalje si aktivist politik, apo jo, mund të marrësh medalje dhe si analist i mirë. Si aktivist politik, pa paragjykuar asnjë qëllim apo asnjë, po themi, shtys të tij personale për këtë ai ka siu e quajtur ramofobi, po Bushati mund të marrë një certifikat të aktivistit më i mirë, domethënë kundër Ramës. Po, a shërben kjo për të arzuar regjimin e Ramës? A janë të qëndrueshme tezat e Bushatit se me këtë regjim të Ramës nuk ka rotacion, pra mes këtyre degëve që Bushati ka shumë vite që përsërit, unë do shquaj këtë. A mund bëhet rotacion duke pasur përballë regjimin e Ramës? Unë besoj një lloj si Kajsiu ka dhënë përgjigjen shpesh, në mënyrë të qartë dhe në mënyrë të vrazhd, dhe ka shumë teza të vrazhda, me si thua për ata kritik të Ramës që bëjnë shërbysin e dobishëm të tij duke kritikuar jo cilësisht, dhe unë mendoj një lloj si ai që po, mund të ketë rotacion. Dhe nuk shkoj tek Venezuela, por shkoj tek Malizi. Gjukanovici ishte në një kuptim një lloj autokrati gjithpranuar, universalisht, por arriti që u rrëzua dhe u dorëzua në fakt me shumë dinjitet, e lejoi rotacionin me shumë dinjitet, nga disa parti të reja të cilat u krijuan në pak vite, në këto vitet e fundit, apo jo. Madje ishin dhe të përçara me njëra tjetrën, dhe ishte një faktor shqiptar, një shqiptar i cili me një parti qytetare u bë bashkë, dhe ishte pika që bëri që derdhet bazua. Pra rotacioni është i mundshëm. Madje po të pashkuar larg, shikoni çfarë ndodh në Serbi. Studentët e kanë vënë seriozisht në rrezik regjimin e Vučićit, sepse kanë legitimitet fuqishëm moral. Dhe kjo është arsye pse Vučići e shtyn pafund mundësinë e organizimit të zgjedhjeve parakoshme, por po dorëzohet, sepse është e pa. Pra, në këtë kuptim, tu shkojmë tek ajo që tek analiza. Unë mendoj që në analizën që ka Bushati që e artikulon për lidhje me pamundësinë, këtë kapa se ne po bëjmë gjys të kualifikuar, por po japim mendimet tona, unë mendoj që ka mundësi për rotacion. A është regjim, as është regjim, këto është si nga lloji ato sherrët e atij këshillit Nikeas që diskutojnë ata çfarë seksi kanë ndajë. A është më pak më shumë, a është pak më pak, a është me prirje autokratike? Kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie. Ka rëndësi nga pikpamja e aktivistit politik, në cilën si thash, ne mund ta japim këtë certifikat për koherencën, po themi, në kritikizmin të ndaj Ramës. Kur vjen puna tek analiza, unë mendoj që ka përgjegjësi shumë të madhe opozita. Bie këtu dakord me Batonin sepse opozita është duke pamundësuar, opozita po të shihet pasqyrë me veten është duke pamundësuar rotacionin. Vetë po të shihet në pasqyrë kjo lloj opozite, kjo lloj Partia Demokratike me PD-n e 2021. Që o ishte Batoni ka bërë sondazhe atëherë dhe e nxirrte sondazhet që citoi dhe u situan edhe në rajon, që nxirrte opozitën fitimtare, apo jo? Jo, se kom nxjerrë fitimtare. Po thuajse. Po ishte në një exit poll, domethënë ishte aty. Pra, një opozit ose ishte e Bashës, ose ishte e Berishës që ishte mbrapa Bashës. Mjafton që të krahasosh ato dyja dhe e kupton që është rënje drastike e opozitës sot me raport edhe me veten e vet, që ka sjell, po të merrem edhe me analizën e numrave, pastaj vërtetohet kjo tezë, që ka sjell humbjen e opozitës. Pra është bjerrja e opozitës që ka shkaktuar këtë rezultat që ka shkaktuar. Po, Bushati ka drejt, Berisha ka drejt që është krijuar një shtet elektoral i fuqishëm, që Batoni e quhen demokraci të kapur, Kajsiu e quhen neofeudalizëm. Ama gjithë problemi bën analizë. Ata kanë krijuar me radhë, derisa i gjeti mjeshtrim i madh. Gjithë problemi që bën analizë është të kuptojmë sa janë përmasat e ndikimit mbi rezultatin. Bushat. Qiet janë shtyllat, unë po të veçoj një shtyllë. Media
Ju mendoni një nga shtyllat kryesore që mban Rama në pushtet. Rama e detyron median? Pa dyshim. Po ty pse së detyron Rama? Pa dyshim. Pse jo ty? Se gjen e parë ti do bënte Rama, po ja një minutë. Do të detyron të ty, mo. Po jo, nuk më ka detyruar. Kush e dëgjon këtë? Nuk më ka detyruar. Po pra jo ty. Po çfarë bën Rama? Po. Më sjell në thonjza ke emisioni jot që të bëjmë për ditë temën si luftohet opozita. E ke kërkuar veti, po e ka një dhe të neutralizon ai, nuk të lufton ose ka një tezë Kajsiu se ishte për batut, ë? Jo, për batut, po kam dhe unë i batut, pa e minuta. Kam dhe unë i batut. Rama, më të thjeshtë të ta kishte, të çonte ty të televizionet e mëdhenj, të cilët e lëpinë Ramën, ose Berishën, kur është në pushtet. Kur është në pushtet. E vërtet. Ti e di më mirë se unë këtë punë. Kolegët tanë, Dinja Gjiro unë me kolegun e njohur timin, të liqeni, në kuru... Nuk ka rëndësi. Dinja Gjiro me të dhe më thoshte, si mund të arrestohet zinxhiri i gardës dhe më ullurinte për parasyve të liqeni artificial. Si mund të arrestohet zinxhiri i gardës, më thoshte në atë përplasjen e 11... Një minutë. Po ka ndodhë 96, ka ndodhë 2001, ka ndodhë kjo që thua ti. Pse duhet ndodhi prapë 2025? Po ti pse se ke parë në këto vitet e tjera pëse? Ore, është thënë, po pse duhet ndodhi prapë të shia? Jo, më jo. Pse duhet ndodhi prapë të shia? Pse ti tani ke marrë vetëm pushkën për tani, do ta rregullosh në këto 3-4 vjet Shqipërinë? Ore, pse mos e rregullojmë 2025? Po se rregullon dot, mo zotëri, se ka një proces. Pra, po pse duhet themi ne? I ka vjetur vota 2096 ne, tash duhet i bëj prapë ky tjetër në 2025. Po, pse? Po duke i vjet në një mënyrë krejt tjetër. E bë me batut dhe nuk more përgjigje për pyetjen. Ë? Çfarë të keqe më ka bërë Rama mua, jo si zë, jo personale. Por Rama pse s'të ble ty njerëz, se kjo është gjëja më e thjeshtë. Po, ti je i vetmi në Shqipëri që nuk të... Unë dhe ti, kemi ngritë zërin, kemi bërtit fort, si na e mbylli Edi Rama emisionin ke Irfanit dhe detyroi Irfanin ta mbyllte. Që atëre dhe unë dhe ti kemi zënë mënd më shumë se sa bënim kritikat. Jo, nuk kam zënë fare. Dhe ky është një proces. A e ka mbyllë Edi Rama? Unë dhe Ylli kemi mbrojtë të tesë. Më mendoj që e ka mbyllë një njeri që s'ka pas dinitet me majtë me të. Po pra. E ajo është Irfani. Dhe Edi Rama më ka spjeguar mua. Dhe më falë... Fajnë e ka gjithmoni dopti. Bo. Pa dyshim. Pa dyshim që fajnë e ka gjithmoni dopti. Po pse fajnë ka i dopti, mërë? Po njeriu kur e hap një medium, sepse jetojmë... Nuk e meriton, nëse të ka largu ty edhe Yllin, nuk e meriton me pas medium. A kupton? Se ne po jetojmë, ti pranon batutën, ne po jetojmë edhe në regjimin e Bushatit. Cili është regjimi i Bushatit? Ti thua, nëse je kundër mendimit tim, ti jo je me Ramën, mbështet atë, je lukunia. Kjo është absurde. Kjo është një lloj regjimi. Pa ti mendon që në pluralizmin e mendimit... Kajsiu. Po manipulon. Pra, çfarë them unë? Kjo lloj sjellje them unë, që shfaqtim publik i shërben Ramës. Dhe kjo nuk prit mërtëm... Unë mendoj që ti i shërben më shumë. Edhe Kajsiu ta ka thënë ty. Që kjo lloj opozitarizmi, që s'ka përmbajtje, që s'flitet për ekonomi. O, mentor, a ta mbaroj. A mund të bëjmë në një marrëveshje Bushat... Si që thua ti edhe një frazë, se është rëndësishme. Po thue? Do me thënë, si që thua ti që qasja jote i shërben Ramës. Të thuash këtë, bën analizë, nuk do me thënë se ti më bëre mua regjimi Bushati, që etiketon. Jo, unë them kjo lloj si, unë nuk them që e ka bler, e ka shitur se pa pasur fakte. Unë them që kjo lloj qasje i shërben regjimit. Dhe a e bën se je i bler, a e bën se je idiot i dobishëm, a e bën se nuk kupton ajo zgjedhjet gjithë secilit. Problemi është kjo visjellje në analizën time të shonë në këtë përfundim. Të bëjmë një marrëveshje. Në regjimin e Bushatit, mentor, të lutem. Të bëjmë një marrëveshje thjeshtë për të qenë më racional për kohën. Se unë nuk akuzova ty për certifikat morale. Bëjmë një marrëveshje thjeshtë. A mund të ne të kritikojmë, të mos lëmë gjë pa thënë për Edi Ramën, pushtetin e Edi Ramës, por duke kritikuar gjithashtu dhe opozitën e Sali Berishës, nëse ne kemi kritika. A mund ta bëjmë këtë gjë? Bushat. Se ti a priori kërkon... Minutë më zotëri. Jo. Po ti folë për këndjen më të rëndësishme ti më zotëri, unë për këtë punë të kam tirur. Po jo që ti të thuash tjetrit, unë do të flas vetëm, ti do flas vetëm për këtë gjë.
Nuk po të them ty, se si e ti përfaqësues i kësaj. Më të lutem tani. Po jo tani, se pastaj ne marrim anë edhe për arsye të tjera pastaj ndonjëherë, Tela. Marrim anë edhe për arsye ç'na ka ndodhur këto ne në këto 35 vjet. Tani, nuk mund ta marrim anën kështu. A mund të jemi dakord për këtë problem? Që ne, duke mos lëmë gjë pa thënë për pushtetin e Edi Ramës, por të kritikojmë nëse kemi opozitën e Sali Berishës.